të emisionin do flasim pak, zoti Hoxha, për atë që u mendua si lobimi për heqjen non gratës, ku perceptimi, apo jo, Daniela shpresa kishte një perceptimi që kjo mund të ndodhte para 11 majit, pak a shumë dhe pastaj më njëherë për perceptimi që po lobohej në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të përafruar marrëdhëniet e Partisë Demokratike, veçanërisht kryetarit të saj, mbase edhe për heqjen e non gratës, deri më tani nuk ka patur asnjë fryt edhe kontrata e lobimit që është publikuar para pak javësh, kështu që deri më 11 maj nuk besoj se do kemi, po themi, lajme nga Shtetet Bashkuara. Ka lajme deri 11 maj nga SBA? Spari, marrëdhëniet e Partisë Demokratike me SBA-n, të individëve brenda Partisë Demokratike janë nivelet më të larta. Komunikimi me ta është i vazhdueshëm dhe do të jetë duke u intensifikuar javët në vazhdim, sepse marrëdhëniet me partnerin strategjik janë jashtëzakonisht të rëndësishme duke patur parasysh rolin e Shqipërisë në rajon. I vetmi njoftim nga ambasada ka qenë sot për votën, që pak a shumë ajo që... Ka një 3 njoftime në 6 ditë. Që bëra dhe unë si mesazh sensibilizuesh për të votuar. Mos lejo të tjerë të flasin për ty, vota jote është vetëm e jotja. Ky ka qenë njoftimi... Mos ki frikë është fund. Mos ki frikë është në fund. Jo, ku ka. E kam nga faqja. Mos ki frikë në fund. Mos lejo të tjerë të flasin për ty, vota jote është vetëm e jotja. Ky është vota pa frikë, voto pa frikë. Voto pa frikë, pra. Fjala frikë është shumë e rëndësishme. Përgatitje e terrenit. Jo, mua vjen mirë shqyr që u bën të gjallë se s'kishim parë. Jo, ka 3 postime në 6 ditë, po herë e parë që e shef. Jo, e shoh për ditë. 3 postime në 6 ditë për votimet. Për votimet. 2 të J.D. Vanceit dhe 1 sot. Mira, nuk ka lidhje me Shqipërinë. Po, kemi kalu nga ambasada që thoshe mos ha bare, mos voton non gratë. Okej, po pse kjo voto pa frikë? Ndryshim 180 gradë. Çdo me thënë është mbështetje për ju kjo? Po është ndryshim 180 gradë. Tani ambasada është korrekte, atëherë ishte jo korrekte. Okej, në këtë sens. Kuptova se thatë mos është ndryshim në raport me ju. Po jo, mos jam një çmendur. Ndje se ke 180 gradë. Lisandër, nuk do ndodhë gjë të thatë deri 11 maj. Tërësisht deklaratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes ambasadës saj në Tiranë, dhe sigurisht që ka një intensifikim të punës së ambasadës SBA-ve, cilën e falenderoj publikisht, raport me monitorimin e këtyre zgjedhjeve. Janë duke ndihmuar Shqipërinë në mënyrë të jashtëzakonshme që vendi jonë. Në ç'nivel? Ma thuat në ç'nivel po e monitorojnë procesin? Ata kanë monitorimin e tyre në raportimin dhe vullnetin. I raportojnë departamentit shtetit dhe nuk kanë nevojë të raportojnë. Do ketë një raport nga ambasada pas zgjedhjeve në këndvështrimin tuaj? Unë mendoj që departamenti amerikan i shtetit është interesuar për zgjedhjet e Shqipërisë. E sigurt është që asnjë ambasador s'do dali pa u hap kutia e parë që thotë zgjedhjet janë shumë mira. Kjo është 100% sigurt. Ka as ambasador për atë punë, dim po them që. Unë mendoj që ka ndodhur pra? E dërguara me punë. Dhe stafi ambasadës po bëjnë një punë të shkëlqyer dhe gjej rastin siç e thash, ti falenderoj publikisht për gjithë ndihmën dhe asistencën që po japin popullit shqiptar që zgjedhjet e Shqipërisë të jenë sa më demokratike. Së dyti, unë di që ka një kontratë me një kompani e cila ndihmon Partinë Demokratike në promocionin e saj zgjedhor. Dhe kjo është bërë publike dhe sigurisht që detyrimi ligjor i Partisë Demokratike. Zgjedhor thoni ju? Zgjedhor, sepse zoti Lasivita merret me zgjedhjet dhe ka një kompani zgjedhore. Por kontrata e lobimit me hartimin e fushatës, me ndërtimin e imazhit. Se ka Partia Demokratike ato kontratë. By the way. Më fal. Merret me ndërtimin e imazhit, merret me hartimin e fushatës, me ndërtimin e mënyrën e komunikimit publik dhe unë në këtë rast ajo që është bërë publike dhe sigurisht s'ka asgjë për t'u fshehur. Jo, s'ka dalë shifra e lobimin tjetër. Jo kjo 6 milion. Për lobimin unë atë që kam parë në media, sepse unë nuk jam personi që merret me financat, por di me siguri diçka. Po. Që çdo parti politike ka për detyrë të dorëzojë të gjithë bilancin financiar të shpenzimeve në KQZ. Se ka dorëzuar? Dorëzojnë pas zgjedhjeve. Asnjë parti nuk e ka dorëzuar. Por nëse vetëm PD-ja bën gabim, dakord. Dorëzohen pas zgjedhjeve. Unë mendoj ke 60 ditë kohë, ka thënë Libashi. Unë mendoj këtë njoh ligjin. Që duke patur parasysh ato çfarë ndodhen më përpara me zotin Basha e të tjerë, unë them që nuk ka asnjë shans të bëhen gabime të kësaj natyre. Zero mundësit. Pse? Po flasim për personalitetën SBA, ku janë njerëz shumë të rëndësishëm, shumë afër presidentit Trump, cilët kanë zgjedhur Shqipërinë, se Shqipëria është një vend krejtësisht i vogël, i papërfillshëm në aspektin financiar, që të thuash zgjodhen përpara të vinin këtu, por kanë zgjedhur për një arsye më të madhe se sa përfitimi financiar. Shqipëria u bë kopshti eksperimental i George